ka shumë. Të nderuar musafir, të nderuara familje Bunjaku, dëshiroj që në emër të Komitetit të Ballit Kombëtar për rrethin e llapit të Komitetit Ballit Kombëtar për Gjermani, t'ju përshëndesim në çiftin e ri. T'ju urojmë gjithë të mirat dhe shtirt saj kulle burrore të cila nga gjiri vet e përshekën dhe dekadën të rëpita vleut, të cilët luftuan pa epur për Shqipërinë e lirë dhe etnike. Kulla Osman Bunjakut dhe Shaban Bunjakut mbetën rrëfyes për shumë gjenerata. Jemi tepër të privilegjuar dhe ndihemi tepër të nderuar që patëm fatin të jemi në këtë kullë burrore dhe në këtë festë madhështore. Rrethi llapit dhe thejat e Bunjakëve i kujton me nder dhe respekt të madh. Lufta e bukerëve të Lufçit, ajo luftë ku Bunjakët, pushtuesit barbarë Slloven Maqedon, ju shkaktuan humbje dhe të gjithë ata të cilët menduan se kjo kullë do shuhet u habitën, sepse atë vleu titi t'i çmoj, t'i nderoj dhe do të nderohet del babadel derisa të jeton populli shqiptar. Edhe një herë me pak, lejoni që dhe në emër tim personal dëshiroj mos sot si të keni muë 500 vjetë këshin kaluë që të bukur në kishë Shqipëri turpën bakë të rëmëri.